Kur vdes një njeri dhe i jesin, domethënë i ngelin, syt çel hapur. A ka ne domethënë jo, s'ka domethënë asgjë, thjesht i mbyllen syt edhe për këtë arsye është mirë që ata njerëz që rrin tek njeriu që është në ato grahmat e fundit, ta kujtojnë duke thënë la ilaha illallah, la ilaha illallah, ta kujtojnë. Dhe nëse personi jep shpirt, puna e parë që duhet bërë është t'i mbyllin syt, t'i afrojnë gojën, nëse i ka ngel hapur, pra t'ja lidhin me një çerm, dhe nëse ka ngrënë, pra ka qenë tip që ka ngrënë gjatë gjithë këtyre kohëve, i vihet diçka e rëndë në bark dhe i lidhen dy gishtat e këmbëve. Derisa të ngrihet trupi dhe të jetë në këtë formë, kanë thënë dietarët sepse qenia e njeriu me sy hap mas vdekjes nuk është etike për të vdekurin. Pra të gjallët duhet të jenë shumë të kujdesshëm kjo pjesë. Sepse, si më thënë, dëmton shenjtërinë në thonjza pra të vdekurit. Pra llogaritë ti ta shohësh njëri për shembull të vdekur me sy hap, edhe ti s'ndjehesh mirë. Ndërsa kur e sheh një të vdekur me sy mbyllur është domethënë diçka normale.